Novena e Krishtlindjes. Edhe pse biri i Perëndis erdhi nga qielli për të shpëtuar njerëzit, mezi kishte lindur ku njerëzit filluan ta persekutonin deri në vdekje. Herodi, nga frika se ky fëmijë do ta privonte nga mbretëria e tij, kërkon t'i shkatërrojë jetën. Por shën Jozefi paralajmërohet nga një ëngjëll në ëndër, që të marrë foshnjën dhe nënën e tij dhe të ikë në Egjipt. Jozefi bindet me një herë dhe i tregon Maris për këtë. A i merr pak vegla të zanatit të tij, që t'i përdor për të siguruar jetesën në Egjipt, për veten dhe familjen e tij të varfër. Maria mbështjell disa rroba për përdorimin e birit të saj të vogël, dhe pastaj duke shkuar tek djepi, i thot me lot në sy: "O biri im dhe Perëndia im, ti ke ardhur nga qielli për të shpëtuar njerëzit." Por mezi ke lindur kur ata kërkojnë të marrin jetën. Duke e ngritur atë, ndërkohë në krahët e saj dhe duke vazhduar të qante, ajo niset po atë natë me Jozefin, në rrugën për në Egjipt. Le të shqyrtojmë se sa shumë duhet të kenë vuajtur këta enda cakt të shenjtë, duke bërë një udhëtim kaq të gjatë, të privuar nga çdo reati. Gjatë udhëtimit të tyre në përshkret të tir drejt Egjiptit, ata duhet të kalonin disa net në ajër të hapur, me tokën e zhveshur për shtrat. I ftoti e bën foshnjën të qaj, dhe Maria dhe Jozefi qajnë me keqardhje për të. Dhe kush nuk do të qante, duke parë kështu birin e Perëndis, të varfër dhe të persekutuar, një të aratisur në tokë, që të mos vrite nga armiqtë e tij. I dashur foshnjë Jezus, që qanë kaq hidhur, ke arsye të qash duke parë veten të persekutuar nga njerëz që ti i do kaq shumë. Edhe unë, o Perëndi, të kam persekutuar dikur për mëkatet e mia, por ti e di se tani të dua më shumë se veten time, dhe se asgjë nuk më dhem më shumë se sa mendimi se kaq shpesh të kam përbuzur të mirën time sovrane. Më fal, o Jezus, dhe më lejo të mbajnë me vete në zemrën time, në të gjithë pjesën tjetër të udhëtimit që kam ende për të bërë në jetë, në mënyrë që së bashku me ty, të mund të hyj në përjetësi. Ka shpesh të kam dëbuar nga shpirti im me mëkatet e mia, por tani të dua mbi të gjitha gjërat, dhe pendohem më shumë për fatkeqësitë e tjera që të kam ofenduar. Nuk dua të lëm më Zoti im i dashur, por më jep forcën të rezistoj tundimeve. Mos lejo kur të ndahem përsëri nga ti, më le të vdes më mirë se sa të humbas përsëri hirin tënd të mirë. O Mari, shpresa ime, më bëj të jetoj gjithmonë në dashurinë e Perëndis, dhe pastaj të vdes duke e dashur atë. Amen. Gëzuar dhe e bekuar qoftë ora dhe momenti, në të cilin lindi biri i Perëndis, nga një virgjëresh shumë e pastër, në një stall në mesnat në Betlehem, në të ftohtin therrës. Në atë orë të bekuar, të lutem ty, të dëgjosh lutjet e mia dhe të më plotësosh dëshirat. Nëpërmjet Jezu Krishtit dhe nënës së tij shumë të bekuar. Amen.